Ishte një ngjyrë që më çoi në mendje të bëj një podcast, i cili s'ka se si mos ju interesoj të gjithëve. Kur bëhet fjalë për shtëpinë, zyrën apo kafet tona, është interesante tema. Viva Magenta është ngjyra e vitit e shpallur jo vetëm për nga bukuria e saj apo forca, por sidomos nga mesazhi. Ajo përfaqëson gëzimin e jetës, kurajon për të kapërcyer limitet e vetes tonë, jo konvencionalizmin sidomos, me pak fjalë, një e përditshme me më shumë kolor në 2023. Kjo ishte një bisedë që bëj veç me një artist, me një arkitekt, të cilin unë e kam zbuluar pikërisht nga ngjyrat dhe stili i tij, dhe unë eftova në këtë podcast Besnik Grainca, faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën, urime edhe për këtë podcast. Në fakt u kënaqja kur më the që e dije podcastin dhe i ndiqje, kishe ndjekur disa prej tyre. Po, normal. Më pëlqyen edhe musafirët që domethënë që i sjell këtu edhe është nder me qenë mesin e tyre, domethënë. Viva Magenta e vështirë për t'u përshkruar si ngjyrë, si kolor, se mesazhin e kemi kuptuar, se e kemi lexuar mirë. Çfarë kombinimi është? Për shembull, trikoime futet tek Viva Magenta si kolor? Futet në atë familje, domethënë, është te familja e të kuqes, është ngjyrë e guximshme, domethënë, shumë ekspresive, normal, edhe është në kohën e dur, mendoj, sepse është në këtë kohë që po jetojmë, domethënë tani është një ngjyrë e guximshme që duhet guxim gjithëve. Shtëpit, duhet i kemi me ngjyra? Dhe kur themi shtëpit me ngjyra, çfarë nuk kuptojmë? Me ngjyra po jo mund domethënë të jetë muri me ngjyrë, domethënë, ose tavani, ose ku digjon. Mund të jetë, unë zakonisht i përdor ngjyrat, po mundohem t'i fus në piktura, në gjëra që kanë një vlerë edhe më shumë, domethënë. Në aksesorë të ndryshëm artistik, për shembull. Po varet, ngjyrat janë sipas reflektojnë personalitetin e çdo njeriu, domethënë, secili ka ato ngjyrat e veta, si më thënë. Thjesht si arkitekt duhet t'ia gjesh atë kombinimin e dur, domethënë që të jenë harmoni me njëra tjetrën pa e tepruar, domethënë, që mos bëhen të lodhshme. Si po evolojnë shtëpitë e shqiptarëve? Shqiptarë, nëse themi shqiptarëve, ndoshta mund të themi mund ta marrim pak më gjerë, domethënë përgjithësi po evolojnë, tani është bota një, domethënë po evolojnë gjithë njëjtën kohë. Po mendoj që arkitektura ka filluar me shtëpinë. Domethënë objekti i parë që është bërë shtëpia. Që kohërat parahistorike, domethënë kur kanë filluar me struktura të kockave të kafshëve dhe me këto lëkura që i kanë mbulu deri tek grekët e lashtë, romakët, për shembull, që kishin ato vatre në mes të shtëpisë ku dhe gatuanin edhe ngrofeshin, po edhe ndriçonin shtëpinë. E deri në ditët e sotshme që jetojmë në një shtëpi smart, domethënë, që nuk është një ambient që vetëm jetojmë ne, po sikur jeton me neve dhe shtëpia, domethënë, në njëjtën kohë. Po ja vlen me u ndalu, domethënë, 100 vjet përpara, ku ndodhi ai revolucioni më i madh, domethënë, më i madh. Ndoshta jo më i madh, po më i rëndësishëm që për neve në arkitekturë ishte revolucioni industrial, ku filloi dhe modernizmi, domethënë. Edhe një nga pionerët më me influencë, domethënë, të kësaj periudhe, Le Corbusier, shkroi një libër. Ai ka shkruar shumë libra, domethënë, po kjo është një ndër këto me rëndësi shumë për gjithë arkitektët që duhet. Është edhe në shqip, i përkthyer nga profesori Artan Rasha. Mund ta lexoj kushdo, domethënë vetëm arkitekt. Ai aty flet duke u inspiruar nga inxhinierët mekanik që i lejnë shumë përshtypje se si e bëjnë makinerinë të punojë dhe domethënë si e çojnë botën përpara, ai vendos, domethënë thotë që shtëpia duhet të jetë një makinë për të jetuar. Me këtë ai nuk kupton që njeriu duhet të jetë ajo qendra e vëmendjes, ai thelbi kryesor, domethënë të ketë rëndësi në shtëpi, jo këto dekoret e ornamentet e tepërta që e zbejnë njeriu pastaj aty në atë fotografinë. Dhe merr rëndësi në shtëpia ose muri ose tavani më shumë se njeriu. Edhe ky domethënë me këtë e hodhi një farë, si më thënë, një ide për shtëpitë të ardhmes. Përcaktoi një trend për të ardhmen. ardhmen. Një trend mund ta quajmë ndoshta. Edhe deri sot që ne tani nga një kështu smart device, nga një celular, nga një e kontrollojmë gjithë shtëpinë, për shembull, prandaj tash jeton edhe shtëpia me neve, ne nuk jemi në shtëpi, po domethënë e rregullon ti temperaturën si të duash,
ke senzor zjarri, ke senzor ajri, lagështire, gjithçka, domethënë që të kesh një shtëpi më të shëndetshme. Gjithashtu përmes teknologjisë mund të bësh dhe me energji të renovueshme, që shtëpia s'ka nevojë më merr gjithë energji nga dielli. Kjo është shumë e rëndësishme. Po i bëjnë shtëpit në këtë linjë? Po, patjetër. Edhe në Shqipëri përdoret, ndoshta jo 100%, po mund të bëhet. Në Shqipëri janë 270 ditë, mos gaboj me diell. Me diell. Është shumica e vitit me diell. Dielli 1 orë energji që na jep në gjithë tokën, domethënë ne na duhet i vit për ta konsumuar, nëse dim ta mbledhim atë energji, ta ruajmë diku. Interesante. Besnik, kur thua shtëpia të ketë në qendër njeriun, çfarë nënkupton? Në kohrat klasike, kishte shumë, ishte edhe veshja e njeriut, ishte edhe dizajni edhe gjithë shka ishte shumë ornamente, shumë dekore, shumë, domethënë, në korse. Shumë make-up, si me thënë, shumë buzkuq, dhe kështu që humte njeriu. Është njëjtë si njeriu të vishët, të maskohet, të bëhet, domethënë humba i thelbi, i vërtetit. Për ta nxjerrën pa, domethënë kjo ka të bëjë me, kur themi Corbusier foli për shtëpinë si një makinë, foli për funksionin e shtëpisë, domethënë ne po ndryshojmë, po evoluojmë, mënyra se si po jetojmë, po evoluon, duhet ndryshojë edhe shtëpia. Ne tani duhet ta bëjmë sipas funksionit që mënyrës si jetojmë. Si tani në kohë teknologjisë, ta bësh shtëpinë smart, për shembull, është shumë efektive. Për shembull, je kundër shtëpive klasike sot? Njerëzit kanë simpati për klasiken. Unë kam shumë simpatin, nëse janë bërë në kohën e dur dhe aty e kanë ato lezetin. Po të bësh tani shtëpi klasike, është jashtë kohës edhe nuk përshtatet me stilin e jetesës tonë. Thoshte një profesor joni, thoshte, si ta marrësh Luigjin e 14 tani, ose ta marrësh parukën e Luigjit 14 ta vesh ti tani në këtë kohë dhe si do dukesh. Nuk është e kohës. E kërkojnë klientët klasiken ende? E kanë pas kërkuar, po kanë fillu ta kuptojnë që e provun, domethënë e panë që... Të lutem më thuaj që ka marrë fund edhe stili industrial, ai stili me ato çimentot, që u bë aq shumë në modë, u bën gjithë kafet e restorantet dhe shtëpitë në Tiranë. Po kjo më shumë është... Zyrat. Po ta shohësh për shembull ti mirë the kafet e këto, zakonisht ato shumicën i bëjnë dhe pronarët vet, pa arkitekt, pa gjë, kështu që unë prapë do ja kisha dhënë një vlerë me që edhe munduan të përdorin element të ricikluar, domethënë që përdor paleta druri e tjerë, edhe e ka atë lezetin po aq për kafe, kurse për shtëpi nuk janë praktike fare. Për mirëmbajtje, për shembull, ti pastrosh ti, domethënë është e pamundur, kështu që arkitektët nuk është se e përdorin shumë. Nuk e përdorin. Jo. Po ai trendi shtëpit me atë kanë si dëras në mur, se duket shtëpia si hotel. Çfarë mendon ti për këtë? Kjo është pjesë prapë gjithmonë kthehemi te Corbusier, që kjo është pjesë e dekorit që nuk mund ta bësh, si më thën, një mur më të bukur se njeriu, si ta thënë, domethënë s'ka nevojë të vesh dekore. Mund të vesh një pikturë. Fotografi. Edhe po, nuk të mërzitet e lëviz, e ve diku tjetër, mund të vesh një fotografi që ka një histori mrapa, domethënë. Po të vesh dru në mur ose në tavan, maksimumi ndysheme, s'ke pse në mur për shembull mund të vihet për shkak të akustikës, si te kjo salla që jemi, në ambiente ku duhet akustik. Po jo të bësh dhomën e gjumit, tavanin me xhame, me këto, domethënë janë dekore tepërta, make-up, buzëkush si. Janë dhe më të shtrenjta, besoj? Apo Po varet se një pikturë mund të jetë shumë më shtrenjtë se ai muri prej drurit. Pikturës nuk i bie vlera, kurse atij muri i bie vlera. Normal. Kështu që kush na dëgjon ta ketë parasysh. Po bëhen shumë shtëpi në këtë kohë? Po, vetëm shtëpitë nuk ndalojnë kurrë, gjithmonë ka çifte të reja, ka njerëz që shtëpitë nuk ndalojnë, domethënë, në arkitekturë më shumë të shtëpi bëhen. Tani unë nisem gjithmonë nga gjërat që shoh në Instagram e në rrjetet sociale. Më duket sikur prevalon, mbisundon e zeza ose gria ose e bardha tek ne shqiptarët. Tani nuk e di nëse është shija arkitektëve apo e njerëzve, apo është një klishe që e kalojnë më kollaj. Ngjyrat pasqyrojnë shumë, domethënë, ne që merrem me ngjyra e njohim njeriu shumë përmes ngjyrave, domethënë nëse mënyra si vishet edhe ndoshta kjo që s'përdorin ngjyra që thut bardha e zeza, ndoshta s'duan edhe ti njofësh. Nuk duan me u njoh direkt, me u ekspozu. Edhe
Po s'ka të bëj, nuk është... Mu më pëlqen e bardha, si shtash, në shtëpi, po jo e egzageruar, domethënë gjitha... Duhet me bo një kontrast me ngrofat të bardhën, duhet të ketë diçka afër që të ketë kuptim ajo. Nuk është puna të një ngjyrë, është e kombinimi i gjithës, që kur e shef të gjithën të jetë ajo harmonia, të krijojë atë gjendjen e qetësisë, atë ngrohtësi. Është një shtëpi e arreduar mirë, domosdoshmërisht shkon edhe me një çmim të shtrenjtë, apo është të dish se sa të kesh në këtë rast? Arkitektin duhet ta marrësh të kursesh, domethënë. Ti harxhosh lekt aty ku duhet. Po prandaj po thosha që s'ke pse e bëni tavan me dru, me xhame, me ku di gjë. Kështu që s'ka të bëj me kosto arrendimi i mirë. Sa shkon për shembull një apartament i thjesht 80 metra katror, cili do të ishte një arrendim dhe një çmim, po marr thjesht një shembull, apo nuk thuhet asnjëherë? Kjo është pyetje shumë e vështirë, edhe se këtë pyetje na bojnë gjithmonë. Po unë jam kliente. Domethënë mund të fillosh nga kaq deri pafund. Edhe kështu që më mirë s'po e jap ndaj gjë kështu të saktë se dikush mund të trembë thotë me që si kam këtu s'po e bëj shtëpi. Domethënë aq sa i ke aq mund të bësh. E vërtet. Po. Nëse unë nuk kam asnjë plan, po nëse bukur do ishte, po njeriu ndërron, kështu e thotë dhe ngjyra viti që duhet ka përcejm limitet tona, do të kisha për të bërë një shtëpi, çfarë do më këshilloje? Cilat do ishin 3 këshillat bazike që do më jepje? Po, e para që... Merr arkitekt të mirë. Po, patjetër. E dyta? Po, e dyta që... Siç thotë dhe Corbusier, për shembull, se e përmendëm disa herë, po ka shumë gjëra aty që vlejnë, domethënë, për si quhet në shqip titulli i librit? Drejt një arkitekture. Okej. Po. Duhet të merret parasysh stili i jetesës që bën dhe të bëhet shtëpia sa më funksionale. Mos mendohet ajo dekori ose të thuash jo ky muri më duket bosh ose kjo duhet të duket e plot, duhet të bëhet funksioni në fillim, tjetë roli kryesor i njeriut brenda që do jetoj, tjetë e rahatshme, sepse tek e fundit shtëpi shkon për të pushuar. Edhe mos mendohet që kur të vini musafir, ta shofi shtëpinë, ta bëj të bukur, bëje për veti, me pak fjalë, jo për njerëz të tjerë. Ne e bëjmë pak shtëpinë për mysafirët. Po, kjo do të ndryshoj, besoj. Të gjitha shoqëritë e kanë këtë, apo ne e kemi veçanërisht? Gjitha e kanë po, se ne, domethënë hapat e tyre shkojmë, po në të njëjtën rrugë janë gjithë e bëjnë këtë gabim. Je kurioz për shtëpitë të tjerëve? Unë jam gjithmonë, kam qenë që e vogël kurioze. Dua shumë të di si i kanë shtëpitë njerëzit dhe të shoh shtëpi. Po, besoj që e kanë gjithë fëmijët, se kur je fëmijë që shkon me një shtëpi një herë, domethënë te të afërmit ose ku di gjë, të ngelet ajo memoria, ajo lëvizja nëpër shtëpi. Unë e di që e kanë gjithë, jo vetëm unë si arkitekt ose si më pëlqen, se njeh shumë për ata njerëz në bazë të shtëpisë, domethënë që kanë. Bile më shumë më pëlqen ato shtëpitë e vjetra kur s'kan pas arkitekt. Tani kur i bëjnë me arkitekt nuk është se kam ndaj. E vërtet në fakt, ato janë shumë të bëjnë mendosh. Tani nuk do thoja shtëpitë të tjerëve në këtë moshë, më shumë se sa balkonet edhe verandat. Kur shoh balkon me lule më ngacmojnë. Edhe një balkon të vogël kur e rregullojnë ashtu me lule, kam shumë respekt. Po, normal. Ne nuk kemi evoluar si njerëz që të jetojmë brenda këtyne 4 mureve. Me miliona vjet kemi jetuar nëpër shpella, nëpër pemë, ku di gjë. Po, kështu që jemi shumë të lidhur me natyrën, normal, domethënë, edhe pa e kuptuar, domethënë. Cilat janë ngjyrat që të qetësojnë në shtëpi, që të japin një gjendje të mirë? Ka një rregull? Po, rregull. Jeshilja. Pra po them, është normal, ngjyrat e natyrës, do, ne nuk mund ta mendojmë për shembull, jemi mësuar me ngjyrat e natyrës, kemi evoluar ashtu dhe jemi mësuar me na qetësu, po. Nuk mund ta imagjinojmë diellin blu ose. Pra po them, është ajo harmonia mes tyre, kombinimi, duhet dish, prandaj këtë magjentën i thojnë e guximshme, sepse është shumë e fortë, shumë ekspresive dhe ta përdorësh këtë, duhet shumë herë me u mendu, domethënë, edhe ku ta përdorësh. Po, mund dali dhe mirë, mund dali dhe shumë gabim. Nëse ke 3 klient, një të pasur, një intelektual dhe një artist, a ngjajnë kërkesat e tyre për shtëpinë? Po, dhe ku dallojnë? Besoj intelektuali me artistin mund të ngjajnë, më shumë. Kjo do të thotë që ti je i pasur e si je intelektual, ose është. E vërtet. Po, zakonisht pasurit kërkojnë shtëpi
më të mirë se një të pasuri tjetër, domethënë. Sa të lezetshëm që janë. Kurse intelektualët normal janë ata që për gjithë këto që folëm, ata dinë çka kërkojnë, janë shumë të saktë, bëjnë llogaritë ndryshe nga artistët janë shumë më të komplikuar, por me artistët bën gjëra të reja, domethënë se rrezikojnë, eksperimentojnë. Ata janë viva magenta. Janë tamam viva magenta, kështu që është kënaqësi me të gjitha llojet. Aman bëja më të mirë ati të pasurit sa i pasurit tjetër. E bën? Po. Përpiqesh? Mund bëhet. Nëse paguan më shumë sa i pasurit tjetër, patjetër. Nëse harxhon më shumë. Pandemia thonë të gjitha studimet, arkitekt, kolegët tu ndërkombëtar, e ndryshoi konceptin për shtëpinë. Po, patjetër. Por efektohet kjo në Shqipëri dhe në Kosovë? Interesant, është patjetër në gjithë botën. Edhe në për këto platformat e arkitekturës, e revistat, e këto shef tërkohën që është folë shumë për pandemia se e ka ndryshu, jo vetëm arkitekturë, domethënë mënyrën e jetesës, po edhe shtëpitë tona. Duke pas kohën e trim shtëpi më shumë, kemi fillu njerëzit duke u njohur dhe me të shtëpisë, dhe me të familjes më shumë. Po filluan me kërku ato hapësirat e veta më private, domethënë. Ajo ideja e open plan, që është shtëpia sa më e hapur, sikur filloi pak me uzbe, se secili e donte atë hapësirën e vet. E vërtet. Edhe filluam pastaj me kërku në një hapësirë të ketë më shumë funksione, që ta përdorësh shtëpinë ose një zyrë në shtëpi, një studio, ose nëse s'ke mundësi për hapësirë, për zyrë të kesh te domaxhumi, një tavolinë, diçka, ose një fitness, ose domethënë kjo e ka ndryshuar goxha. Para disa ditësh lexova një artikull, ishte një studim në Itali që pas 30 vitesh thoshte kuzhina do të zhduket nga shtëpitë tona. Tani ky nuk më erdhi mirë si studim edhe as si lajm. Unë e adhuroj kuzhinën, madje e pëlqej shumë dhe kur mendoj shtëpinë time të ëndrave, e mendoj kështu me atë ishullin në mes, më pëlqen dhe ishulli. Kuzhina, shtëpia, domethënë fillon nga kuzhina, besoj. Si e Si kanë thashë thënë mere që grekët e lashtë kur i bënin ato shtëpitë me atë vatrën mes, që edhe gatuej, edhe mblidheshin rreth vatrës, edhe hanin, edhe pinin, edhe ngrofeshin, edhe kjo që të zhduket kuzhina, njerëzit kanë ngrënë prej miliona vjetër që do vazhdojnë të hajnë. Mos ndoshta do fillojnë të hanë vetëm në restorant, nuk e di. Do marrin ushqim prap gatshëm. kuzhinën do e kesh në shtëpi, po gjithsesi ose mund të bëhet ndonjë mund të evoloj kuzhina vetë, se edhe kuzhina ka ato pajisje të smart, të vetat. Për shembull që ose mund të jetë ndonjë si ai filmi Passengers që vetëm shkon dhe printon çfarë duash, çfarë do ushqimi, e printon 3D dhe po që të hiqet nga shtëpia unë nuk e imagjinoj. Sinqerisht më trëm kjo jeta kështu me taçe dhe foli ti dhe të hapet dera ose me password. E di që aty do shkojmë, do të ambientohemi. Revolucionin fillimin e revolucionit të inteligjencës artificiale dhe siç e dim revolucionet gjithmonë ecin shpejt e më shpejt, domethënë. Edhe njerëzit gjithmonë habiten, Besnik. Edhe me elektrifikimin janë habitur shumë. Është një pasazh tek Downton Abbey, një serial shumë simpatik, edhe është ai momenti kur vin dritat, nis elektrifikimi dhe gjyshja e ka shumë tmerr atë dhe do të ndezi qirin. Ndoshta kështu po reagojmë dhe ne. Atëherë ka ndodhur pak më ka dalë, domethënë pak më avash gjitha revolucionet, që para 500 vjetë revolucioni shkencor, para 100 vjetë revolucioni industrial, kurse tani po vinë po shpejtohen. Çdo 10 vjet është. Tani po shpejtohen edhe nuk mund t'i kapim gjitha, po bëhet jeta shumë e gjatë, po të njëjtën kohë edhe më e shkurtë, sepse s'po i kap gjitha gjërat edhe. Ka disa njerëz, siç e the, që edhe pa arkitekt bëjnë shtëpi, ndërtojnë disa edhe shtëpi të vogla në fshat, disa i bëjnë për i druri, me atë stilin alpin. Cilat janë disa shtëpi që i ke parë dhe të kanë lënë shumë mbresa? Po dhe na e trego, pse dhe çfarë kanë ato, për shembull? Çfarë gjetjesh? Ka në për ca fshatra, për shembull, që këto fshatarët i kanë bërë ato shtëpitë e veta me mjetet rrethanore që i kanë aty, domethënë. Ajo quhet me një mënyrë sustainable architecture, domethënë që ti përdor atë që ke, atë gur që ke aty, atë dru që ke, edhe duken sikur ato kanë mbi aty, nuk janë ndërtu. Edhe më pëlqejnë, po ndodhe edhe kundërta që mund të jetë bodhe me arkitekt afër këtyre, një diçka që nuk shkon fare me atë kontekst, edhe më shumë më pëlqejnë ato se këto me arkitekt pa menduar, domethënë
që po bëjnë një shtëpi i quajnë dhe moderne, nuk e di, ja lojnë ca emra, që s'ka të bëj me ambientin. Po, ato shtëpi që duken si shtëpia bardhë. Je simpatizant mbështetës i shtëpive një katëshe, apo dy kate të pëlqejnë, edhe duplekset Po, të pëlqejnë? deri në dy kate ndoshta është maksimumi për vil, për mendimin tim. Po, të kaloj dy kate nuk është, s'më duket vil, më fillon, bëhet pallat. Më lehtësisht ngrohet po t'jetë një katë, apo jo? Po të mendosh Jo në pjesën e domosdo, ka kushtimit. shumë element për këtë pjesë, po një katë është luks, domethënë, se du të kesh hapësirë, du të kesh obor. Po, një katë është edhe që më pëlqen, po thash, edhe dy katë nuk është keq. Në pallat apo shtëpi private? Unë jam rritë në Kosovë në shtëpi private, kurse prej se jetoj në Tiranë në pallat, edhe është sikur jam në pallat më duket sikur jam mysafir gjithmonë, sikur jam përkohësisht. Shtëpi thuhet, ne bile i themi shtëpi, vetëm shtëpis kur është vilë, siç i themi këtu vilë. Jo Kurse apartament. apartamentit i themi banesë, domethënë thjesht banon aty edhe nuk është home, si më thënë. Megjithatë, shtëpia për shembull në qytet ka të mirat e veta. Nuk merr makinën, nëse jenë qendër. Po, tani po ndryshon edhe koncepti në për gjithë botën flitet kjo që për shembull këto komplekset me vila jashtë Tiranës në periferi e kështu në për gjithë botën, kjo doli si eksperiment i dështuar pak a shumë nga ana sociale, domethënë. Sa atje shkojnë njerëzit, futen në shtëpi, edhe nuk e njohin as komshiun, as janë gjithë shtëpitë e njëjta, nuk ka një dyqan për dalë për të ecën këmbë. Duhet jetë mixed use, një lagje që të jetë e shëndetshme nga gjitha anët, duhet të kesh një farmaci të vogël, duhet të kesh një furrë të bukës, që siç e kemi pas më herët, ashtu po kthehet në përbot, kurse ne po që i kthehemi ndërtojnë vetë edhe për veten e vete nuk e bëjnë një farmaci apo një fushtenisi apo një kalçeto apo një mjedis, për shembull, ka shumë rezidenca, jo vetëm rreth Tiranës, por edhe ato që janë në plazh për pushim, është shumë e çuditshme që nuk ka mjedise rekreative, argëtimi. Si ka mundësi që e kemi bërë këtë gabim? Edhe s'po korrigjohet. Ajo bëhet me qëllim, nuk është gabim me qëllim, domethënë, sepse po jetojnë dhe vetë aty. Tenisi ose një fushë basketbolli ose futbolli, në atë hapësirë ti mund të bësh 2-3 vila tjera që shiten më shumë. Edhe me rëndësi jo me thënë kam vilë në këtë kompleks, jo unë dalë aty shëti se luj. A ka ndonjë rast që një dikë që po e bën në fakt, po e shikon me këtë sy? Po, kam fillu, duke e kuptu që... Falë Zotit. Kam fillu me mendu të pak. Në letër është akoma kjo. Po, jo, tani njerëzit janë mësu, do më thënë, edhe pyetjen ti që po e bëjnë gjithë njerëzit. Sepse janë mësu dhe kam bo nga 1 shtëpi, 2 shtëpi, 3 shtëpi dhe kam bo përvoj e shofin. Do më thënë nga përvoja i bën që ta bëjnë dhe këtë pyetje dhe këtë kërkesë ta kenë. Kjo stil filloi në Amerikë para 6-7 viteve, mos gaboj nuk e di, kjo me kështu sprawl of villas, që i thoshin, që sa bërën villas, do më thënë, që të bënin ca vila diku dhe shkojnë njerëzit e pasur. Po, te ne filloi shumë vonë, se ne më vonë erdhëm njëtë, zbritëm tokë. Po, në Amerikë, edhe në për universitetet, për urbanistike, gjithë shka po diskutohet kjo që t'i kthejnë në mixed use, që t'eci njerëzit në këmë, në 500 metra rreze, ti t'kesh këto dyqanat e vogla, jo të shkosh me një, edhe këto shopping mall, sikur po zhduken. E marrë me mend që je njëri që nuk të pëlqejnë, por unë pas një ore në një shopping mall nuk jam më i njëjti njeri. Po, normal se është, pra po them, është më mirë t'i kesh në lagje gjitha që i njeh, do me thënë, një dyqan të vogël, një market të vogël, një farmaci për balë shtëpis, një shëtisësh në për lagje, të hecësh, të flasësh me njerëzit, kurse në shopping mall zdo një ofësh askën, shkon, bën një shëtitje. Unë nuk e ndroj idën tek lagja ime dhe portokallet e saj, mandarinat dhe avokado, në gjithmonë me zgjedhje të mira. Kjo është e bukura. Aty marrin vlerën, janë dhe më të shëndetshme. E vërtet. Shtëpia jote e ëndrave është një shtëpi e gjitha me touch, smart? Nuk e pas kam mendu kur me thënë drejtën. Mendoj pak sot. Jo, nuk është, do me thënë pa tjetër që tjetë smart. është një libër i Franco Porini të kompozosh arkitekturën, është dhe aji përkthyer në Shqip, nga një profesor aty në Polis, Lazar Kumaraku, edhe aji mund të lexohet nga gjithë, është shumë poetik, shumë i bukur. Edhe aji thot, teknika në vetë nuk është etik, po përdorimi i saj po.
Do me thënë, nuk do të thotë që mund të bëjmë shumë gjëra me teknologji dhe duhet t'i bëjmë patjetër. Se dhe aty fillon humba i fili, koncepti i idesë fillestare, bëhet kthehet prapë tek ajo që njeriu e humb vëmendjen. Do me thënë, në shtëpi, merr vëmendjen, mos bëhet shtëpia më e rëndësishme se njeriu. Prapë njeriu duhet jetë përdoruesi i saj, duhet jetë ai që disa shtëpin kanë. Disa kanë veten. Faleminderit shumë Besnik Rainca, ishte një bisedë shumë interesante, sidomos ajo që kuptova unë është më mirë lexoni libra të mirë arkitekture se sa shkoni kaloni kohë duke parë Pinterestin, sepse shtëpia nuk bëhet ashtu si Pinteresti. Duhet kesh konceptin pa të shkosh tek ajo shtëpia që do dhe të kuptosh, edhe që mbase dal nga dal po shkojmë drejt autentikes, siç na e mëson edhe Viva Magenta, që të guxojmë pak edhe të kemi të gjithë një gjë që na ngjan neve dhe i ngjan. Po. Faleminderit shumë juve. Edhe gëzuar festa, dhjetor të bukur. Gjithashtu, gëzuar të gjithë.